duhet me qenë real ky largimi në vitet 2010, më shumë 11, 12 e 13, një shumicë e konsiderueshme mjekëve, sikur i e lanë me marr frymë sistemi shëndetësor në Kosovë për shkak se pas kolegë të cilët mbeten patën tani mundësi me zgjedhje specializimit në maj men pasi kemi filluar me specializim atje, është bë 2 ose 3 konkurse të cilat pastaj kolegët që kishin mbet Kosovë marrën specializimet. Ky alarm është bë para 3-4 vite, kur është pasur një numër shumë i konsiderueshëm i mjekëve kanë migruar në Gjermani ose vendet perëndimore, më shumicën në rastin Gjermani, Zvicër edhe Austri, në shoqatat e ndryshme të mjekëve shqiptar kanë kaluar numrin e 1000 anëtarëve, që do të thotë është një numër i konsiderueshëm i cila ka përfshi sistemet e ndryshme shëndetësore, qoftë Gjermani, Zvicrës apo Austrisë, ku janë kyç kolegë, cilët përveç që janë kyç kanë kryer specializimet, sot janë edhe në pozita të udhëhecë edhe vazhdojnë karrierën e tyre shumë suksesshme nëpër vendet që i përmendëm. Pa dikur më vonë se jo në fillimet tona kur kemi shku nuk ka pas një thirrje kështu në aspektin politikës që mos largohemi. Po, ditë se kjo ma vonë është përdorë si slogan edhe nëse s'gaboj ka qenë edhe gjatë fushatave që është përdorë prej partive politike ndryshme, qëllimi ka qenë tendenca me bë kthimin e trurit në